Aksioni i pak ditëve më parë për lirimin e hapësirave publike në lagjën rus pranë tregut është konsideruar nga qytetarët një ndërhyrje domosdoshme, pasi do t'i shërbejë komunitetit, ndërsa vlerësojnë ndërhyrjen, qytetarët kërkojnë që kjo zonë të pastrohet nga inertet dhe të jetë një hapësirë aksesueshme nga të gjithë. I vlerësoj pozitivisht, ishte dash ka herë me lëviz mos më bë kaq shumë. Megjithatë, nëse gjithçka vete në vend edhe bëhet dhe më e bukur, ne jemi të kënaqur. Për mendimin tim, kjo është një mënyrë shumë e mirë, se hapet i fije se këtu ka kënë të gjanguasht. Edhe për kalimtarët, kena ordi 100 herë, jo bloku, jo dola, jo dëdë. Se për mendimin tim, të pavarësisht se aty në është bëhet dam njerëzit që i kanë pas, por për mua është një akt shumë i mirë, bravo i qoftë për punën që ato më. Ndërsa pritet që të ndërhyjet për rekonstruksionin edhe të merkatës së mishit, qytetarët shtojnë se ky investim do të jetë i rëndësishëm, pasi në këtë merkat mungojnë disa element, siç është kryesisht higjiena. Po, unë them që dhe duhet rindërtuar. Me këtë frym, edhe ajo duhet rindërtuar. Mishi gjithmonë është shumë delikat. Të shkosh në një dyqan mishi, duhet jetë super i pastër. Ashtu ta do puna që të blesh mish të mirë, kupton? Fillon te pastërtia, vjen dhe kualiteti. Po, unë pak blej rrallë, nuk blej shpesh, po normal që ka ndërmorje, sa më mirë duhet me kenë. Duhet me pas shepim pastrimit, sa më shpesh. Tregtarët e jashtë-kamrave theksojnë se nuk janë të dyeni të projektit për rekonstruksionin e merkatës së mishit, por e mirëpresin investimin për rikualifikimin e merkatës.